Është zhvilluar tryeza e integrimit ku përsëri mazhoranca dhe opozita janë bashkuar në diskutim, ashtu si edhe një ditë më parë dhe kësaj herë nuk ka munguar ironia mes deputetës Melinda Bregu dhe ministrës së integrimit Klajda Gjosha, dhe pse ishin në praninë të ambasadorit të Bashkimit Evropian dhe atij italian. Për të përshpejtuar në fakt procesin e integrimit na kërkohet gjithëpërfshirje dhe konsensus, kërkohet konsensus i të gjitha palëve politike, bashkëveprimi të gjithë aktorëve, jo si pengesë, por si një shtys për mbarvajtjen e reformave dhe për zhvillimin e mëtejshëm të vendit. Puna që na pret është po aq e madhe sa puna që është bërë edhe deri tani. Kemi një sistem drejtësie të cilin duhet ta rimëkëmbim në mënyrë që të rikthejmë besimin qytetarëve shqiptar te ky sistem. Kredibiliteti i këtij procesi për t'u arritur, për të qenë i suksesshëm, ka një fjalë kyç e cila është bashkëpunimi. Për të shpjeguar konsensusin politik, metaforë më të mirë se sa një metaforë që më kujtohej dje gjithë ditën, se sa ajo e Franklin që thot për të arritur konsensusin ose konsensusi më sakt është si të kesh 2 ujq edhe 1 qingj dhe së bashku do të vendosin çfarë duhet hanë për drejt. Sot Shqipëria nuk është në një situatë normale politike. Për arsyen sepse parlamenti nuk ka, pra ne nuk jemi, opozita nuk është në parlament. Ndërsa ambasadorët akredituar në vendin tonë në shprehën se është vendimtare për procesin e hapjes së negociatave, qëndrueshmëria e reformave në luftën kundër krimit, sundimi i ligjit dhe të drejtat e njerëzit. Çdo vit ofërsia e Shqipërisë drejt BE-s do të varet nga sundimi i ligjit dhe lufta kundër krimit dhe të drejtat e njerëzit. Mund të kemi evidentuar 2 gjëra sa i takon BE-s. Së pari ka një referencë sistematike sa i takon vendimeve të kaluara, e dyta përdorimi i fjalëve si implementim, qëndrueshmëri e tjerë. Kjo gjë na kthen tek pika e parë nga ana tjetër dhe vendet aspirante duhet të garantojnë këtë qëndrueshmëri. I would first of all like to add my voice to those. Do të doja të shtoja zërin tim ndaj institucioneve kombëtare të Shqipërisë, jo vetëm për sa i përket detyrimit ndaj Bashkimit Evropian, por edhe për një punë të madhe të bërë në rajon, dhe të jap mundësi për të prezantuar eksperiencat në politikat e zgjerimit si një prioritet strategjik dhe një mjet për të promovuar dhe siguruar paqen dhe stabilitetin në rajon, dhe në këtë aspekt politikat e zgjerimit qëndrojnë në plotësimin e prioriteteve kyçe dhe detyrave të Shqipërisë ndaj Bashkimit Evropian. Kjo konferencë vjen vetëm një ditë pas tryezës së dialogut të nivelit të lartë në kuadër të anëtarësimit të vendit në Bashkimin Evropian.